gra për shembull thonë që kam dhjam vetëm tek pjesa abdominale, tek pjesa e barkut. Edhe ky është një sinjal për një problem hormonal apo është diçka më tepër? Çfarë kuptimi ka dhjamit e barku? Apo është thjesht problem estetik? Jo, është probleme hormonal kryesisht. Problemi i peshës edhe i rritjes dhjamit kryesisht rreth barku është problem hormonal. Mund të kemi probleme me insulinë, rezistencën ndaj insulinës, mund të kemi që është një hormon. Mund të kemi probleme me leptinën dhe grelinën. Pra mund të kemi një disbalancim të disa hormoneve bazë, të cilët e kanë funksionuar. Baza është progesteroni dhe estrogeni, janë 3 hormonet bazë kryesore. Progesteroni, estrogen, paktën të dyja dhe niveli kortizoli. Pastaj vjen insulina e tjerë. Po këto janë hormonet kryesore të cilat patjetër këta do të nisen dhe të bëjnë këtë lloj analizash nëse e shikojnë këtë problemi. Të parës të jashtë këto, sepse mund të kenë edhe probleme me mikrobiomën, mund të kenë edhe probleme të tjera, se ato ushqen më tepër se ç'duhet, nuk kanë aktivitet, kanë njerëz sedentare. Por po flasim për aspekti hormonal duke u bazuar vetëm te hormonet. E kuptoj. Për shembull, këto janë dhe 3 analizat që ju i rekomandoni shpesh ose që një grua duhet i bëjë të paktën një herë në vit për të parë se si e ka këtë balancën hormonale në trupin e saj? Po, është e mira që analizën kryesore që duhet të bëj, pra në jetën e vet, të paktën në jetën e vet, duhet të bëj progesteronin, estrogenin, këto të dyja se s'bën, edhe nëse ka mundësi edhe kortizolin, por për mendimin tim mund të bëj FSH dhe LH. Çfarë është FSH-ja dhe LH-ja që të kuptojmë çfarë është. E para është hormoni i folliculus stimulus, FSH-ja, dhe kemi dhe LH-n luteinizus, që është hormoni luteinizus, që jep urdhën për ovulim, pra për rritje të papritur mes disa cikleve që ne kemi, etj, për çlirimin e vezëve të femrave, pra duhet bërë që të kuptojmë a kemi problemin, kemi ndonjë problem apo jo, dhe zakonisht na tregojnë dhe këto analiza të problemit që mund të kemi me PCOS-n apo probleme të tjera. Po këto duhet i bëjmë patjetër që të shikojmë për problemet e ciklit, për problemet e vezoreve dhe për problemet e nivelit të stresit, sepse janë determinante për të kuptuar ku e kemi problemin, pra ku është shkaku dhe ku është shteti dhe pastaj të kurojmë shkakun, jo thjesht ta mbulojmë si shtetim me anë të pilulave.